Kush je ti? Ta them unë se kush je. Një materialiste. Që bën se gjuna fshare. Punon me fëmijët në nevojë. Ka bova me ty. Je më keq se të gjitha ato që kam njohur. Që të paktën e pranoj që e duan jetën e luksit. Pse e bëre? Pse? Fol pra, le t'japim letrat. Po më vret. Tani po flasim me të ngju. Çfarë bëre ti ty brenda? Tani ndihemi një lloj. Nëse do që ta lëm me lëm. Ti mendon se mund tash me fatkeqësinë e mamas time, a? Nëse do që kjo të funksionoj, duhet gjejmë gjuhën e përbashkët. Unë dhe ti, gjuhë të përbashkët. Po, ose gjej dikë tjetër që ta luaj rolin e nusës tënde. Ka plot vajza atjeja që do vdisnin për të qenë në vendin tim. Si gruaja jote. Mendon se është vetëm një lavgoj, a? Çdo ditë që nga nuset e re, a? Ta rëndoj edhe më shumë. T'ja përshpejtoj vdekjen. Të sugjeron ti. Atëherë duhet bashkëpunojmë. Gjithçka do kishte qenë më lehtë nëse do kishte qëndruar planit. Kaq e thjeshtë. Asgjë nga gjërat që më the, që më detyrove të bëj, asgjë nuk i pëlqen. Më the të kundërtën që ajo do. Nëse do që ta plotësosh amanetin e saj për të parë të martuar, pse duhet të çojë dikoj që ajo nuk e honep s'dot? Ti vetëm ekzekuto. Nuk të kërkon njëri as të mendosh dhe as të kuptosh. Vetëm bëj punën tënde. Do e zgjidh unë. Do mendoj diçka për ta zgjidhur 4 orën që bëre. Ti nuk e ke pranuar akoma sëmundjen e saj. Nuk do që ta lësh të ikë. Nuk do që ajo të ikë e qet. Ndaj doje që unë të isha e kundërta e asaj që mamaja jote pëlqen. Nuk të paguaj për psikologe. Mbyll gojën e bëj punën tënde aty. Nuk mund ta luftosh. Unë mund të ndihmoj, por duhet më lejosh. Shiko, jemi bashkë në këtë punë. Mamaja jote e ka humbur luftën me sëmundjen. Po mos e bëj që të luftoj edhe me djalin e saj. Ti nuk di asgjë, je askushi. Unë jam gruaja jote. Nëse të leverdis akoma ta bëj si punë. Çfarë truku përdorshim çarmatos? Mos e lejo tani. Mos e lejo të vi keq. Mos. Erda. Moj, do shpërngullesh të shtëpia e psikopatit dhe mamas vetë me ikëm në varr? Po që po fillat më pëlqej këtë telenovela mu. Tani hajde më trego gjithçka. Edhe pse vesh ti papagall? Papagall firmato, jo thjesht papagall. Ai tha se kështu do t'i pëlqejë mamas. Doli që mamaja urrente ngjyrat. U solli edhe një buqet me tulipan, mamaja vet as nuk i shifte dot me sy tulipanët. Kujt ja merrte mendja që Antoni do kishte dëshira të fshehura me një klon. Lea. Po, por ajo e kuptoi lojën. S'do shumën që një nënë e një shumë mirë fëmijën e vet. Ajo u soll shumë mirë me mua. Ishte gra e fisme. Ajo e di që djali vuan më shumë. Mbase, siç tha edhe ajo, ai që ka më shumë nevojë për shërim është Antoni. Tani ajo lufton për djalin e saj. Sa gjuna. Doni t'i vëmë emër tjetër tani? Ta quajmë mision humanitar. Ai u soll shumë keq me mua. Por nuk është në natyrën e një njeriu që është i keq. Janë më shumë sjelljet e një njeriu të lënduar. Nuk duhet ta lejoj që të fitoj për bindjen që ai ka nxjerrë në skenë. Rozo, bësh shumë melankolike tani. Ti e di që s'më pëlqen. Lea, kam nevojë për ty. E qa mund të ndihmoj ty një shoqe që është xheloze se ke gjetur princin e kaltër? Jo, më fal, princin fake. Nuk do që të të lëndoja, më fal. Mirë pra mirë, po. Një martesë fake edhe shiko sa ndryshon njeriu. Imagjino të kesh më shumë në dorë ti. Më ndihmo që ta fitoj këtë luftë, nuk mund të lejoj që ta fitoj ai. A mund që thjesht të marrësh ato lek? Se çdo punë që merr kaq seriozisht. Rose, kam frikë se do humbasësh shumë. Unë ta kam thënë që në fillim. Antoni është stek e lartë për ty. Ti e mësuar ndryshe. Aty lartë do të merren mend edhe rënja është fatale.
Më tregoj gjithë çka që di për të. Mirë. Okej. Fusi filtrat e skandelit tani. Momentimi preferuar. Hajde Lena, trego çfarë ti të bësh me aftësitë tua për detektivi. Anton Alia. Është 27 vjeç. Jeton me maman. Për babai nuk dihet gjë, ai nuk flet kurrë. Është shpallur disa herë si milioner under 30. E ka nisur biznesin shumë herët. Merret me suplemente. Është shumë joshës, nuk ka nevojë ta përsëris veten. Është super i gjuajtshëm. Qa shenja është? 22 nëntor? Shigjetar. A tani pse bëni kot? Shigjetar të shumë të mirë në krevat. Aventurier, dashur lirin, ndërsa në lidhje janë shumë romantike dhe besnik. Ta bien shumë shpesh në dashuri dhe shumë lehtë. Ndërsa për në krevat, ose përsëris veten. Mirë. Mund të themi që e ke sakt parashikimin këtë herë? Jo për krevatin atë se di. As nuk dua ta di se nuk do shkojmë ndonjëherë aq lart. Lart qoftë. Lartë qoftë. Tani, është përfolur për shumë lidhje, edhe ka diçka ky djalë, që thuhet se me të gjitha ruan marrëdhënie të mirë. Domethënë nuk zihet. Paka shumë kjo që ta i risi, që me çdo të dashur që ka duket sikur ajo është e duhura, sikur ka rënë kokë e këmbë në dashuri, po pas një javë merr vesh janë ndarë. Fiks shigjetar. Qa tipash interesant që janë. Vetëm se të njëra duket që kanë ngecur. Psikologja e re që rënven zemrën milionerit. Mund ta shoqë tani si titull portales. Elena Stojku. Ha? E dashur e Antonit. Antoni ka të dashur. Po, unë mendova se ti e dije. Edhe ti po ma thua tani? Ti s'më ke pyetur muajshin. Atër këtë pis duhet ta hetojmë. Pse ofri Rozës këtë dhe jo kësaj Elenës? Nga ta dy. S'kemi një kthes interesante. Një trekëndësh e dashura shfaqet në skenë, pengon martesën. Jo, këtu duhet të ketë diçka. Ndoshta janë ndarë. Ose ndoshta mama e ti nuk e ka shef. Ose ndoshta ajo e di. Elena? Po. Jo. Ej, ta marri vesh Elena, s'ka më qetësi në atë shtëpi. Ja vdes maman para kohë.